Zonja Razi, e përmendë disa fakte shumë të rëndësishme që ndoshta mund me i bindë edhe nanat dhe babat që përna ndëgjojnë edhe me reflektu. Për shembull, po nalim të lidhja e foshnjës. Kur themi lidhja, a është fjala për ata thasët të gjumit që janë pak ma të lirë me lëviz brenda ti, a është fjala të lidhja që ka qenë në kohën tonë, kur kemi qenë knap, edhe s'kemi mujt me lëviz, apo çfarë lidhje është fjala që rekomandohet dhe që është e shëndetshme për foshnjën? Po, rekomandohet prej ditës parë është pështjellja me një pelen të madhe e pështjell. Do me thënë, beba i ka pijamat e veta, është i përgatitur për me fjetë. Flas me teori të anglisë. Çdo fëmijë pështjellet, do me thënë, vetëm koka, tek krahti. Edhe gjymtyrët e poshtme, komt, i ka gjithmonë të lira dhe që mundet me lëviz. Arsyeja pse lidhet fëmija është sepse nuk është mënyra se nuk e zgjon veten me durët e veta. Prandaj është refleksi, si të zgjohet ajo edhe e zgjon edhe veten. Se kam këtu edhe këtë fotografi se si lidhet foshnja, po vazhdat lutna. Që absolutisht kjo është thesi i cili shefti durët i ka afër veti, por komt e gjymtyrt i ka absolutisht të lira. Vetëm një dallim është që nanat tona nuk e di sa kritika kanë marrë, po të që unë jam gati 2 metra, që na ka lidh nana në djep, edhe na ka lidh ashtu, që shumë ka lidh zoti e din, na jena 6.2 metra i kam vllaznit. Do me thonë, s'ka pasaja që... Na indikim në kuka jo, sepse disloksia bëhet... Nëse lidhet gabim, ose shtrëngohet, jo, nëse shtrëngohet në këto dy oskokset. Prandaj duhet me qenë komt e lira. Edhe shpesh më thojnë që jo, atëhere ka qenë kështu, une nuk e njof një shqiptar që shkepon diçka, që ka qenë në atë kohë që qalon. Une jam pro me i lun komt e lira edhe me qenë, por nuk jam pro me i lun thëmin me u zgju në stop për i durve të veta. Angles preferojnë lidhje.